Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Qeveria shqiptare pranon të shfuqëzojë ligjin për investime strategjike, ndërsa ligji për zonat e mbrojtura do të rishikohet për të harmonizuar plotësisht me standardet e Bashkimit Evropian. Reagimi kryeministrit Edi Rama erdhi pas konferencës së 9 ndërqeveritare Shqipëri-Bashkim Evropian mbajtur në Bruksel. Në prani të komisioneres për zgjerimin Marta Kos, Rama deklaroi se shkak për anullimin e ligjit për investime të shpërmbushë emisionit të tij. Na duhet të shfuqizojmë ligjin për investimet strategjike, që është diçka për të cilin kemi disa kohë që kemi rënë dakord sepse ky ligj ka përmbushur misionin e vet dhe po punojmë ngushtësisht edhe me komisionin për atë që do ta zëvendësoj këtë ligj. Në lidhje me ligjin për zonat e mbrojtura, kryeministri i Shqipërisë pranoi se ndryshimet synojnë harmonizimin e plotë të legjislacionit me të Bashkimit Evropian në kuadër të procesit negociatave për anëtarësim. Kur bëhet fjalë për ligjin tjetër, nuk kemi asgjë për të shfuqizuar, edhe pse ka pasur një rezolut në Parlamentin Evropian që ka kërkuar këtë, por na duhet ta trajtojmë ligjin mbështetur në të gjitha standardet evropiane dhe të ndryshojmë brenda këtij ligji gjithçka që nuk është në pajtim me standardet evropiane. Komisioneri e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos deklaroi se mbrojtja e mjedisit është një nga kriteret kryesore të procesit të integrimit. Në konferencën e përbashkët me ministrin e shtetit për çështjet europiane dhe mbrojtjen e Irlandës, si dhe kryeministrin Edi Rama, pas konferencës së 9 ndërqeveritare Shqipëri-BE, Marta Kos kujtoi se para nisjes së protestave Shqipëria dhe Komisioni Evropian kishin rënë dakord që gjatë këtij viti të rishikohen ndryshimet e vitit 2024 në ligjin për zonat e mbrojtura, si dhe për shfuqizimin e ligjit për investime strategjike. Po edhe përpara se sa të nisnin këto protesta, kishim rënë dakord në Shqipërinë që gjatë këtij viti do të shfuqizoheshin amendamentet e vitit 2024 të ligjit për zonat e mbrojtura, gjithashtu të shfuqizohej ligji për investime strategjike dhe këto ndryshime do duheshin bërë për të mbyllur negociatat për kapitullin 27 që ka të bëjë me mjedisin e ndryshimin e klimës. Në komentin e saj mbi protestat, Marta Kos deklaroi se ato nuk përbëj rrezik për procesin anëtarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Nuk e shohim rrugtimin e Shqipërisë dhe Bashkimin Evropian në rrezik të provash e sotme që kemi mbyllur 3 kapituj. Lidhur me projektin specifik, mbrojtja mjedisore është pjesë e kritereve të anëtarësimit në BE, kritere shumë të rëndësishme. Dhe aktualisht ka një sër ligjesh që duhen ndryshuar për të përmbushur këtë kriter. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Bullgaria nuk i bashkohet vendeve të koalicionit të gatshëm që mbështesin Ukrainën në luftën kundër Rusisë. Gjatë qëndrimit në Paris me rastin e ditës së Bastijes, kryeministri Radev deklaroi se vendi i Bullgarisë nuk është aty. Sipas tij, zgjidhja e konfliktit nuk qëndronte te zgjerimi përmes mjeteve ushtarake, por te një angazhimi fort diplomatik për t'i dhënë fund përshkallëzimit. Ministri i jashtëm i Gjermanisë bëri thirrje për forcimin e mbrojtjes dhe të aftësive parandaluese të NATO-s në krahun verior të aleancës. Johan Vadeful paralajmëroi përritjen e kërcënimeve hibride nga Rusia. Gjatë takimit me ministrin e jashtëm norvegjez Espen Eide në qytetin Bodø në veri të rrethit Arktik, Vadeful tha se Rusia po zgjeron praninë e saj ushtarake edhe në Arktik dhe po përpiqet të forcojë ndikimin në këtë rajon. Ministri gjerman theksoi se Norvegjia ka një rol kyç për NATO-n, pasi shërben si pika kryesore e zbulimit dhe paralajmërimit të hershëm në Atlantik e veriut. Presidenti i SBA-s Donald Trump kërcënoi në mbrëmje se do të zgjerojë sulmet ndaj infrastrukturës civile të Iranit, duke paralajmëruar se në shënjestër do të jenë hidrocentrale dhe urat nëse Teherani nuk rikthehet në tryezën e negociatave. Në intervistë për Fox News, Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të godasin Iranin shumë fort gjatë netëve në vijim dhe paralajmëroi se javën e ardhshme do të sulmohen hidrocentrale dhe urat nëse Irani nuk pranon të negociojë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.